Shife që bën policia e krimit. Se ju thoni pse merret genti me këto palaçet. Shife tani kanë bërë kërkesë te komisariati numër 1 për të vënë në dispozicion numrin e dosjes dhe hetimit për rastin e Ulsi Banjës. Dhe më kanë dhënë këtë numër 5044, e keni dhe numrin dhe datën aty 13 korrik 26, e shkruar nga vetë polici atje, mund të hapen kamerat, po kamerat çat kamera hapin këta personin. Ja ku ke. Tani, unë sipas kësaj bona kërkesën për çfarë bëhet me hetimin, edhe më vjen shkresa sot. Me post nga komisariati. Tani po të shifni shkresën tu, thot, edhe shifni nga kush është firmos, se kam fiksim këtë. E thot shkresa, procedim penal numër 5310. Tani a është 5024 a 5310. Këto janë manovra që bëjnë këto plerat, që mos të jetohet asnjë gjë, që ta nashkalohet edhe të harrohet edhe të fshihen kamerat e tjera tjera. Kështu që prandaj edhe më shumë, edhe mos harroni me I filmu këto palaçot, edhe t'i nxjerrim çdo ditë atje, se nuk do shpëtojnë kaq kollaj.